Atëherë mirëmëngjesi dhe përshëndetje edhe një herë për gjithë. Mirë se keni ardhur në këtë seancë solemne përnder të festës së 28 nëntorit. I nderuar kryetari i komunës Zotëria Aliu, nën kryetar Beqa, i nderuar kryetari i Partisë Islame në Shtime, të nderuar përfaqësues të mediave, i nderuar kryetari i nderuar i drejtar i stacionit policor, Bacaj Sak, të nderuar përfaqësues të organizatave të dalja nga lufta, familjar të dëshmorëve dhe martërve, të nderuar drejtar, asamblest, invalid dhe veteran të luftës, të nderuar qytetarë të komunës Shtimes, ju uroj mirëseardhje në këtë seancë solemne me rastin e festës së 28 nëntorit, ditës së flamurit, ditëlindjes së komandantit Adem Jashari, që fliua bashkë me familjen për çlirimin e Republikës së Kosovës. Edhe një herë shfrytëzoj rastin që t'ju uroj këtë ditë në emrin tim dhe Kuvendit Komunal, uroj për zhvillim dhe ditë të mbara në shtetin tonë demokratik e sovran. Tani ju e dini që kjo seancë ka vetëm një pikë të rendit të ditës dhe ajo pikë e rendit të ditës është fjala kryetarit të komunës së Shtimes, Zotëri Qemajl Aliut. Me lejoni që t'ja jap fjalën Qemajl Aliut, kryetarit të komunës, për një fjalë rasti. Urna Zotëri Aliu. Ka ikë fort. I nderuar kryesues i Kuvendit Zoti Ademi, të nderuar bashkëpunëtor të ekzekutivit, të nderuar përfaqësues kuvendar të Kuvendit Komunal Shtimes, të nderuar përfaqësues të organizatave të dalja nga lufta, familje të dëshmorëve e martërëve, invalidë veteran të luftës çlirimtare të UÇK-s, të nderuar udhëheqës dhe përfaqësues institucional, komandanti i policisë, kler fetar, të nderuar pjesëtar të mediave dhe shoqërisë civile, të dashur qytetarë. 28 nëntori është datë që brenda vetes ngërthen histori gati 6 shekullore të strategjisë luftarake të Skënderbeut, të maturisë së shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë para një shekulli nga Ismaj Qemajli e të heroizmit sakrifikues familjar të para një qerek shekulli të komandantit legjendar bashkë me familjen e tij në Prekaz. Historia e popullit shqiptar është përplot peripeti. Urrejtja e armiqve dhe sulmet e vazhdueshme të tyre, padrejtësitë sistematike, apetitet të ndryshme për territoret tona, gjithnjë na kanë rrezikuar e dëmtuar pa mos. Mirë po, fol guximit kolektiv, luftë orave të mëdha, brez pas brezit këtij populli, kanë dalë djemë e vajza, zotat dheut dhe na kanë kursyer deri në dhënien e jetës për çlirimin dhe bashkimin tonë kombëtar. Fol gjakut të sakrificës të gjithë atyre që kanë rënë në altarin e lirisë, sot shqiptarët po avancojnë drejt ëndrrës së përbashkët, duke u zhvilluar e forcuar në të gjitha aspektet, siç ka dashur e për çfarë kanë luftuar paraardhësit tonë. Natyrisht, festa flamurit për shqiptarët kudo që ndodhen është festa më shënuar në kalendarin tonë historik kombëtar, sepse sot festojmë 580 vjetorin e ngritjes së flamurit nga Skënderbeu në Krujë, 111 vjetorin e ngritjes së flamurit nga Ismaj Qemajli në Vlorë, si dhe 25 vjetorin e daljes publike të UÇK-s dhe ditëlindjen e kryekomandantit tonë legjendar Adem Jashari, që bashkë me familjen e tij u flijuan për çlirimin e Kosovës dhe hapësirave tona shqiptare. Ne, këtu në Shtime, ashtu si edhe 10 vendbanime në shtetin tonë, e kemi përjetuar ndryshe dhunën, terrorin e gjenocidin e pushtuesit serb, sepse në Reçak është shkaktuar një prej akteve më makabre, jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë. Kjo na bën t'ia njohim edhe më mirë e më shumë vlerën dhe rëndësinë lirisë. Prandaj,
Ne përkujtojmë sakrificën dhe nderojmë lavdinë e atyre që ranë në mënyrë që e ardhmja të jetë e ndritur, siç po punojmë pa rreshtur që ta bëjmë këtë bashkarisht. 28 nëntori është pikënisja jonë kombëtare, për të cilës dekzohet çdo arritje tjetër e shqiptarëve. Festa flamurit është rrënja e thellë e trungut të gjatë të familjes autoktone shqiptare dhe këtë realitet s'do të mund ta ndryshoj askush asnjëherë. Pra, kjo datë është gurthemel yni që gjithmonë na përbashkon e na bën thirrje të mos ndalemi asnjëherë. Fitoret e mëdha i kemi arritur vetëm kur kemi qenë të bashkuar dhe vetëm duke qenë të tillë mund të përparojmë më fuqishëm drejt synimeve tona që janë idealet e dëshmorëve dhe martyrëve të kombit. Prandaj, dallimet që na ndajnë duhet t'i përkthejmë në ura që na bashkojnë, të punojmë për të mirën e përbashkët e për të ardhmen e të gjithë fëmijëve tonë. Kjo ditë e festës dhe gëzimit mbar kombëtar është ditë e krenarisë dhe e mirënjohjes për pjesëtarët tonë të policisë e të ushtrisë sonë, që i ruajnë kufit dhe rendin e qetësinë e vend që me profesionalizëm po e dëshmojnë se janë pasardhës të denjë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Sidomos sot, ashtu si çdo ditë tjetër, ne nderojmë deri në pafundësi dëshmorët e heronjt, martirët e të burgosurit politik, mësuesit e demonstruesit dhe të gjithë ata që janë angazhuar në çështjen kombëtare, ku padyshim kontribut të shënuar kanë dhënë edhe qindra personalitete e figura nga komuna jonë nga Shtimja. Ne në mesin tonë kemi fëmijë dëshmorësh e pjesëmarrës në luftë, si dëshmi shtesë e heroizmit që na ka karakterizuar si shqiptar besnik të trojeve dhe atdhejot tonë në përshekuj. Duke ju shprehur uratat më të mira për këtë festë sublime të gjithë neve, kërkoj mbështetjen e secilit që të punojmë bashkë për ditë më të mira të pasardhësve tonë, që do të ndihen krenar me gjyshrit e tyre që luftuan e me punët tona të mira të përbashkëta. Kusht i progresit është puna, e domosdoshmëri për të është angazhimi jonë i përbashkët. Vetëm bashkë të ecim përpara dhe neve nuk na lejohet që të bëjmë ndryshe. Rruga jonë është e qartë dhe atë na e kanë trasuar këmbët e gjaku i dëshmorëve që i kujtojmë çdo herë, i nderojmë gjithmonë dhe punojmë për t'i përmbushur pritshmëritë e tyre në secilën ditë. Lavdi dëshmorëve e martyrëve të luftës, nderime të gjithë kontribuesve e liridashësve të pavarësisë tonë, Zoti i bekoft dhe i bashkoft shqiptarët e shtetet tona. Ju falemnderit e gëzuar festën e flamurit 28 nëntor. Faleminderit kryetar për fjalën. Tani para se ta përmbyll këtë seancë me lejoni që ta lexoj për hir të qytetarëve agjendën që ka qenë 3 ditore për nder të festës së 28 nëntorit. Do thot ka fillu me 26-in ku ka qenë një shfaqje teatrale Tushi janë qet, pastaj me 27-in ka pas programin kulturor artistik me nxënësit e shkollës së mesme së lartë, institucioni arsimit dhe aftësimit profesional. Gjithashtu ka pas edhe një program kulturor artistik nga nxënësit e shkollës së mesme të Olët Emin Duraku në Shtime, ndërsa sot agjenda fillon me seancën solemne. Pastaj kemi homazhet e shtatoria komandantit legjendar Adem Jashari në varrezat e dëshmorëve të UÇK-s në Shtime, Reçak, Mollopolc, Rancë dhe në Caralev. Në ora 10:30 është Këshilli Organizativ i Fshatit Petrov në bashkëpunim me komunën e Shtimës do të bëjnë zbulimin e lavitarit të dëshmorëve të Fshatit Petrov. Në ora 16 është koncerti festiv me ansamblin e këngëve dhe vallave Ilirida dhe recitim nga Altin Gashi. Vazhdon koncerti festiv nga këngëtari i njohur Shemi dhe grupi Ilirët. Mos harrojmë përmend jashtë agjendës edhe iniciativën në fshatin Pjetër Shtic, që është përdorimin e gjakut. Do thotë kjo do të jetë agjenda për ditën e sotme. Unë ju ftoj që bashkarisht të vazhdojmë agjendën, dalim në homazhe kështu siç jemi
Dhe me kaq po e përmbyll këtë seancë dhe miru pafshim në seanca tjera. Urime edhe njerë 28 nëntori. Faleminderit për prezencën tuaj.